Grabitje e shkuar keq. Shqiptari arrestohet për vrasje në Itali, si u zbulua nga policia pas një viti. U desh një vit plot, por më në fund autori një vrasje të ndodhur në Itali është vënë në pranga. Bëhet fjala për një 36 vjeçar shqiptar që dyshohet se i mori jetën pronarit të një tabakinoe në Jeloso, Roberto Basso. Ky i fundit u gjeti vdekur në 5 mars 2024 në banesën e tij. Ai jetonte vetëm. Në vendin e ngjarjes nuk kishte shenja të hyrjes me dhunë, pra me shumë mundësi Basso e njihte vrasin dhe e kishte lënë të futej në banesë. Kjo e kishte shtuar misterin e autoriteteve prej muajsh, të cilët ishin përpjekur të gjenin një zgjidhje. Dhe kështu në 24 mars, nga karabinierët e Venecias, u vënë në pranga një 36 vjeçari Lësheu. Prej vitesh ai jetonte me familjen në të njëjtin qytet me viktimën. Tashmë ndodhet në qeli dhe duhet të përballet me akuzat e vrasjes. Motivi i krimit sipas hetuesve ka qenë një grabitje shkuar keq. Mendohet se sheu ka shkuar në shtëpinë e viktimës për t'i vjedhur parat. Por atij është kapur në befasi nga pronari i saj. Për këtë arsye ai ka reaguar duke e goditur Basson me një objekt të mpret. Hetuesve ju deshën të kqyrnin me 10 kamera sigurie për të siguruar për prezencën e shqiptarit në zonë dhe madje zbuluan disa gjurmë të ADN-s së tij në skenën e krimit. Po ashtu është përgjuar duke i kërkuar të shoqes që të konfirmojë një alibi për të natën e krimit. Siç bëjmë me dije mediat italiane, shqiptari gjatë gjithë kohës që është marrë në pyetje në gjykatë ka qëndruar në heshtje.